pra ka arritur në një bazë shumë të lartë, e cila nuk është kundra NATO-s, pra gjithë sinkronizimi i prodhimtarive të armëve turke, mbrojtja apo sulmuese janë totalisht në umbrellën e NATO-s dhe janë sinkronizimi i tyre, sepse nëse ju kujtohet para shumë viteve Turqia pa të marrë edhe S-400 pra të mbrojtjes ruse dhe nuk ishte e mundur ku ende edhe sot të bën një mollë sherrri mes Amerikës e Turqisë dhe në rajon, gjithsesi nuk mundet të sinkronizoni atë lloj armëve me NATO, pra kështu që e ka marrë është në një magazin atje ajo kurse prodhimtaria e ashtu normalisht ndoshta mund të friksojë ndoshta edhe Greqinë apo edhe vendet të tjera që me gjoja janë armike të Turqisë, por gjithsesi Turqia është shumë më e lartë, është shumë më sipër të tjerëve dhe si i themi ne, domethënë pse lefin që në rrugës më kthy me i dhanë gjithë përgjigje, ajo nuk të le të avancosh përpara. Kështu që Turqia ka nga ana gjeostrategjike, rajonale, por edhe globale, tashmë ka hyrë në një rend krejt tjetër, në një shkallë krejt tjetër, ku pritet të jetë një ndër gjërat më kryesore, qoftë edhe në fjalimet e Trumpit që thotë për Erdogan dhe për Ankaran, kështu që marrëdhëniet turko-greke nuk është se do të jenë ashtu, por përdoren për konsum të mrenshëm, mendoj unë. E dyta, ajo që pyetet për fetën, po kjo është një gjë shumë interesante domethënë për Turqinë, sepse të paktën në librin e kuq pra në rrezikshmërinë e Turqisë, organizata më kryesore terroriste për Turqinë është FETÖ-ja dhe lëvizjet e Greqisë këto kohë të fundit tregon që deri diku pas shpinës që mund të themi ne kanë arritur të bëjnë një marrëveshje deri diku, por bërtitja që vërtet Greqia ka shumë që Turqia po na bën kështu, edhe pse Nauteksi i Turqisë nuk ishte në fakt thjesht një servitje apo kjo është pa limit, domethënë pra nuk ka një afat kohore e cila është përëndësuar, është përcjellur Kombeve të Bashkuara, është që Greqia vjen detajet ta nxjerrin nga 6 në 12 milje siç ishte në jugun e Shqipërisë dhe normalisht që kjo është një rrezikshmëri shumë e madhe për shtetin turk, sepse këtu përballë me ku jam unë nëse nxjerr 12 milje atë domethënë ai bile vjen na merr në shtëpinë time këtu ku jam në Izmir dhe jo më që të futemi në det madhe. Këto nuk janë domethënë shumë të gjëra të hijshme për dy komshi të cilët prej shekullit jetojnë së bashku, janë komshi së bashku dhe prej dekadash janë në umbrellën e NATO-s së bashku, por gjithsesi duhet edhe ajo loja duhet edhe aksioni edhe mes marrëdhënie, por në fakt Erdogan i vitin e kaluar nëse ju kujtohet ja la atë mollën në dorë Atinës ku shkoi për vizitë që ishin shumë të tensionuar, jo shkoi në vizitë dhe kështu që besoj që Turqia edhe ditë të tërheqi ku duhet, por dia të lëshoj ku duhet, por një konflikt apo një gjë krize mes Turqisë e Greqisë të paktën sa të jetë NATO nuk e shoh që do të ketë. Megjithatë, xhelozi mund të ketë shkaktuar në Ankara një vizitë e mundshme e Trumpit në Athinë. Nuk është. Po patjetër. Kemi akoma kuadrin e zërave, s'ka gjë zyrtare, po bazuar tek fjalët e ambasadores amerikane në Athinë, që mundet. Po, patjetër do të shkoj, por është edhe pasaj do të vijë edhe në Turqi, sepse kemi edhe summitin e NATO-s të radhës se kemi në Turqi, ku zoti Trump do vi, domethënë këtë ndoshta më përpara do shkoj edhe në Athinë, por kjo nuk është një problem për Turqinë besoj, sepse vetë mund të themi strategjia amerikane në rajon, pra në mesdhënë në rajonin këtu ku ndodhen Turqia dhe Greqia, nuk është se Turqia është shumë kundër asaj, ku për shembull edhe ditët e fundit, edhe orët e fundit, edhe minutët e fundit e shohim një sinkronizim të marrëdhënieve apo të interesave amerikane dhe turke janë të përbashkëta, qoftë në Siri, qoftë edhe me gjërë, pra dhe tregon që Amerika tashmë të paktën kjo dekada e hera e dytë e Trumpit që u bë president me Turqinë ka të marrëdhënie shumë më të mira dhe në fakt edhe këto janë krejt haptas dhe shprehen vazhdimisht edhe zyrtarisht në media, për qoftë nga ana e Ankaras, për qoftë edhe nga ana e Washingtonit, e cila tregon që të dyja shtetet, pra Amerika dhe Ankaraja, kanë vendin pra të dyja fitojnë dhe kështu që ato pjesët e tjera të vogla nuk besoj që mund të jetë xhelozi do të jetë normalisht sepse të vijë Trump ti kryesor në botë që është Putini, një takim në Alaska u bë dasma më e madhe që u taku me Trump. Kjo xhelozi është pra xhelozi
jo e keqe ndoshta për xhelozi pak e ëmbël. Miku im, edhe një pyetje të fundit kam, si po luan tani Turqia në lindjen e mesme, duket sikur ajo po e parandalon ndoshta një sulm amerikan mbi Iran. Edhe konkretisht me ato që kemi lexuar në media është Hakan Fidan ai që po është lojtari kryesor tani aty që po. Po, nëse shohim edhe nga Turqia njëjta gjë është, por Turqia ti ka problemet kryesore të shtetit e vet, janë një larg qoftë, domethënë një Iran që të ndodhi si Siria e viteve më parë apo si Iraku disa dekadave më parë, do të jetë një katastrofë shumë e madhe dhe shumë përfshirëse jo thjesht në Iran, por jo vetëm thjesht në Iran dhe Turqi, por në miliona njerëz apo një përshkallëzim i situatës apo e daljes jashtë kontrollit, domethënë sigurisht në Irak apo në Siri. Kjo do të ketë katastrofë shumë jo vetëm thjesht për ajon, por edhe për Europën, sepse siç dihet lufta sjellin edhe emigrime edhe të panumërta. Plus kësaj do të thënë që edhe në Iran janë miliona turq pra me origjinë turke, siç janë turqit e Azerbajxhanit verior të Iranit. Plus kësaj janë edhe bot kuptimin nëse ju kujtohet domethënë bota shive, bota sunite, e cila prioriteti kryesor i regjimit Ayatullahëve të Sheriatit të Republikës Islamike të Iranit janë shi, pra dhe jo sunit, dhe ajo mund të krijojnë edhe shumë probleme sociale qoftë në Turqinë e sotshme, por edhe në rajon, dhe për këtë arsye